Apo hetohet nga prokuroria edhe forma tjetër e vjedhjes së votave. Prokuroria themelore në Prishtinë në bashkëpunim me degët komunale ka nisur hetimet për vjedhjen e votave në disa komuna. Në Gjakov, Drenas e Prizren, ku në këtë të fundit janë arrestuar 109 persona dhe 23 prej tyre ndodhen në paraburgim me urdhër të gjykatës. Ata dyshohen për falsifikim rezultatësh, presion, kanosje dhe rishfet. Për shkak të dyshimeve për keqpërdorime masive, KQZ fillimisht vendosi rinumërimin e 914 vendvotimeve, por më pas procesi u zgjerua në gjithë Kosovën. Deri tani kur po flasim, numërimi ka përfunduar në 27 komuna dhe janë rinumëruar mbi 75% e votave. E ajo që bie në sy është dallimi i madh mes të votave minus dhe plus brenda të së njëjtës parti. Rezultatet deri më tash: Partia Demokratike e Kosovës ka plus 14.548 vota, ndërsa minus 23.570 vota, që diferenca i bie diku rreth 9.022 vota. Lëvizja Vetvendosja apo partia fituese ka plus 4.485 vota, ndërsa minus 6.604 e diferenca është 2.119 vota, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka plus 3.163 vota, ndërsa minus 5.251 vota, që diferenca i bie të jetë 2.088 vota. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka plus 698 vota, ndërsa minus 1.928 vota, që diferenca i bie diku rreth 1.230. Pra, dyshimet janë se përveç ndërimit të votave në mes të kandidatëve të së njëjtës parti, mund të jetë aplikuar edhe një formë tjetër manipulimi nga komisionarët apo numëruesit në QKN. Sipas Eugen Cakollit nga KDI, ekziston mundësia që të jetë ndërhyrë për të ndryshuar vullnetin e qytetarëve gjatë numërimit. Së dyti, ajo çfarë bie në sy në bazë të rinumërimeve të drejtanishme, KQZ-ja nuk ka evidentuar raste të prekjes së fletvotimeve si të tilla. Pra, rezultati real është ai në kuti, nëpërmos mbi 99% normalisht, sepse aty ka disa dallime, por që nuk janë me ndikim në rezultat. Por ideja është komisionerët i kanë manipuluar rezultatet gjatë përshkrimit të tyre në formular të rezultateve të kandidatëve dhe në raste të caktuara kur qytetarët nuk i kanë shënjuar të 10 kandidatët, komisionerët i kanë shtuar numrat e mbetur. Ta zëm nëse dikush ka votuar pa i shkruar në fletvotim. Pa i shkruar fare në fletvotim. Ta zëm nëse dikush i ka votuar 7 persona. 7 persona, komisioneri është siguruar që të ishte edhe 3 të tjerë në kuadër të listës apo sistemi që ka përballë, për shkak se ndryshe nuk nuk arsyetohet dhe nuk ka sens nëse shihen plusat dhe minusat e partive. Pra, Gazeta Infokos tashmë ka kontaktuar me prokurorinë themelore në Prishtinë për të pyetur nëse hetimet përfshin edhe këtë aspekt, por deri tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje.